Në shtëpinë e fëmijës 6 deri në 15 vjeç në Shkodër u zhvillua sot një aktivitet me titull Një faqe dashurie, libra që na bashkojnë, një nismë e ideuar dhe organizuar nga Amira Ukaj dhe Erla Milo. Ky aktivitet kishte për qëllim të përcillte ngrohtësi, dashuri dhe frymëzim përmes librit, duke i afruar fëmijët me leximin dhe me botën e librave si burim gëzimi dhe edukimi. Qëllimi i kësaj nisme në fakt ka qenë sepse ne të dyja, unë dhe shoqja ime ngushtë Erla, e duam shumë librin dhe menduam që këtë dashuri ta shprehim edhe tek shtëpia e fëmijës. Qëllimi i kësaj nisme ka qenë edhe pasurimi i kësaj shtëpie. Shkolla jonë gjithashtu ka qenë një suport shumë i madh pasi ka mbledhur shumë libra. Ne vetë duam shumë librin dhe i kemi për zemër dhe nga që unë jam dhe vetë shkodrane, mendoam që të udhëtonim drejt Shkodrës dhe ta pasuronim këtë shtëpi. Kemi përgatitur disa aktivitete që të kalojmë kohë të bukur me fëmijët dhe ndihem shumë e gëzuar që jam bërë pjesë e diçkaje kaq të bukur dhe të rrallë. Menduam që ta vazhdonim dhe më shumë dhe ta bënim edhe në Shkodër, sepse pse jo, një gjë kaq e bukur dhe shpirtërore nga ne duhet të vazhdoj dhe duhet të marrin pjesë edhe fëmijët e tjerë. Unë mendoj që më shumë ata kanë nevojë për librin, por edhe për ne dhe për këtë lloj aktivitete, sepse edhe unë do doja shumë që një herë në jetën time të më ndodhte diçka kaq e bukur, takohesha me dy vajza për shembull që kanë marrë një aktivitet kaq të bukur, duke bërë lojra, duke prezantuar njëri tjetrin, sepse është diçka jashtë jetës së përditshme. Ato përcollën gjithashtu një mesazh sensibilizues duke ftuar qytetarët të tregojnë kujdes dhe dashuri ndaj fëmijëve përmes gjesteve të thjeshta, si dhurimi një libri apo një kohë të kaluar me ta. Unë ju jap thirrje të gjithë nxënësve dhe fëmijëve në të gjithë Shqipërinë që të bëjmë sa më shumë kështu nismash, jo vetëm për shtëpinë e fëmijës, por për të gjithë fëmijët që kanë nevojë. Vazhdo lexo sepse do futesh në një botë shumë magjike. Ndërkohë, përgjegjësja e sektorit social Jesmina Lika vlerësoi këtë nisëm si një shembull të bukur solidariteti dhe kujdesi ndaj fëmijëve. Besoj se bashkëpunimi është themeli i punës sonë përditshme në institucion me fëmijët. Ne jemi shumë të hapur dhe mirëpresim çdo mundësi me ide dhe praktika të mira siç ishte dhe kjo sotmja, ku i falenderojmë shumë vajzat Amira dhe Erla për iniciativën e tyre, shumë e nevojshme pasi fëmijët angazhohen, ndërveprojnë, zhvillohen në mënyrën e tyre sa më mirë. Aktiviteti u mbyll me lexime, dhurata librash dhe momente të ngrohta mes fëmijëve dhe organizatorëve.